Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në emisionin frontal ku edhe sot si çdo ditë tjetër do të keni mundësi që të njiheni me zhvillimet më të rëndësishme në vend. Në bisedën në studio sot do ta kemi Liza Gashi nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila është edhe kandidate për deputete, me të do të kemi mundësi që të bisedojmë rreth zhvillimeve më të fundit në vend. Ndërkaq një lidhje direkte do të realizojmë me kolegun tim Arsim Lanin, i cili ndodhet në Bruksel dhe do të na tregojë rreth disa gjetjeve sa i përket një raporti të publikuar sot. Do sjellim dhe shumë informacione të tjera, mirëpo në fillim ndjekim titujt kryesor. Kur t'i shkon në llap për të vënë gur themelin e stadiumit, flet për sportin, nuk i komenton reagimet e ambasadave për listën serbe. Organizata D+ publikon raportin për kostën politike, thuhet se shpenzimet më të larta i kanë kandidatët për deputet të cilët fitojnë. Disa punonjës të mensës së studentëve përfshihen në një raje, 3 nga ata shoqërohen në polici, drejtori i painformuar. Publikon rezultatet e barometrit për Ballkanin, Kosova del të jetë pro-evropiane, kosovarët besojnë në institucione. E frontalin për sot e fillojmë me një informacion që vjen nga komuna e Podujevës, atje ku ka qëndruar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai është deklaruar rreth zhvillimeve sa i përket sportit në këtë komunë, mirëpo nuk ishte i interesuar që të flasë sa i përket reagimit të ambasadave të shumta rreth mos certifikimit të listës serbe. Certifikimi i listës kandidatëve të Partisë Socialiste. Sa herë që hidhet në votim certifikimi i listës serbe në KQZ, përfundimi është i njëjtë. Të njëjta e të pritshme janë bërë edhe reagimet ambasadave të huaja në Kosovë e shoqërisë civile. Por këto nuk i bën shumë përshtypje kryeministrit të vendit Albin Kurti, i cili nga llapi nuk i komentoi këtë reagime. Ajo është çështje e ambasadës amerikane, ajo është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Kjo pyetje nga gazetarët, kryeministri në detyrë u parashtrua pas vendosjes së gurthemelit në stadiumin Zar Pajaziti në Podujev. Lideri vetëvendosjes investimin në fushën e sportit i quajti si obligim. Përveç që e kemi obligim, besoj që është tetë e dobishme, sepse investimi në sport, e posaçërisht në futboll në këtë stadium këtu në Podujev, do të inkurajoj, do të zbuloj e do të ushqej talente të reja, të cilët në vitet në vijem natyrisht që do të ngrisin lart e më lart futbollin e vendit ton dhe të sportit në përgjithësi. Bravo, shefë kryeministër. Mirë që aty e ka përcjeve, gjithë shkopin. Kurti nga stadiumi Zar Pajaziti foli dhe sikur të ishte presidenti i klubit ky fellapi, gjersa tregonte historinë e klubit. Klubi futbollistik Llapi ka një traditë të gjatë, është themeluar në vitin 1932, pra edhe pak bëhet 100 vjeç ky klub dhe ne i kemi shumë borxh për shkak se nga këtu kanë dalur yje të futbollit e në historinë tonë më të re që e mbajmë mend edhe vetë ne, duhet përmendur Fadil Vokrin e Fabzi Ramën. I gëzuar me këtë investim padyshim se është edhe kryetari i komunës Shpejtim Bulliqi. Faktikisht është me standardet UEFA-s dhe i plotëson gjitha kriteret e stadiumit të kategorisë së tretë. Ditë më parë, Kurti e Qeku vizituar në stadiumin e Prizrenit e atë të Suarekës, ku premtuan miliona euro investime. E ne qëndrojmë tek reagimet e ambasadave të cilat kanë ardhur sa i përket mos certifikimit të listës serbe. Një i tillë është bërë edhe sot nga ambasada gjermane në Kosovë. Sipas tyre, kjo dëmton imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe ka ndikim negativ në rrugën drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ambasada ka theksuar se zgjedhjet dhe përgatitjet teknike duhet të jenë të lira nga manovrimet politike të aktorëve politik. Siç e theksuam javën e kaluar, procesi zgjedhor dhe përgatitjet teknike për zgjedhjet duhet të jenë të lira nga manovrimet politike nga aktorët politik. Sjellja penguese disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj, ndikon negativisht në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe në rrugët e saj drejt integrimit evropian, kanë thënë nga ambasada gjermane. Veç kandidatëve të listës serbe, edhe Ena Kadaj që dikur ishte pjesë e AK-s nuk është certifikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje përmes subjektit politik bosnjak Vakat.
E për këtë ka pasur një reagim edhe nga ish-zëvendës kryeministrja Emilia Regjepi, e cila ka thënë se kjo do të ishte shkelje kushtetutës. Në vitin 2009 mori pozitën si asambliste nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Istog. 16 vite pas, Ena Kadaj po synon karrikën e deputetës, por nga radhët e një partie minoritare. Ajo u fut në listën e kandidatëve të subjektit politik bosnjak Vakat për zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 28 dhjetorit. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e certifikoi dhe kjo po shihet si veprim i duhur nga monitoruesit e proceseve elektorale. Problemi në këtë rast qëndron tek fakti që kemi një kandidate që më parë ka garuar në mesin e partive shqiptare, e tani po garon në mesin e një partie që po është pjesë e garës për ulëset e rezervuara. Pra nuk do të ishte fare problem që kandidatja një fjalë të garoj me një parti bosnjake nëse kjo e fundit, pra partia do të garonte për 100 ulëset e jo vetëm për ulëset e rezervuara. Për këtë veprim, sipas Eugen Cakullit nga KDI, ka një bazë. Unë besoj që KQZ-ja ka bërë mirë që e ka refuzuar kandidaturën në fjalë dhe e ka veçuar prej kandidatëve tjerë, për shkak se tashmë ka një lloj praktike të etabluar edhe nga gjykata kushtetuese, edhe nga gjykata supreme, por edhe nga PZAP-ja, që në vitin 2021 kishin kërkuar që të ketë lidhje objektive në mes të kandidatëve dhe komunitetit në fjalë. Në anën tjetër, përfaqësuesja e një partie tjetër bosnjake, një herët ish-zëvendës kryeministre Emilia Regjepi, po kritikon veprimin e Kadajt, derisa thotë se veprime të tilla janë parë edhe më herët. Përpjekja e parë e tillë ishte përmes projektit serb me Adriana Hoxhić, kur KQZ ndaloi votimin e orkestruar në komunat ku jeton një numër jashtëzakonisht i vogël bosnjakësh. Pastaj, në zgjedhjet lokale në Prizren, Partitë Shqiptare kryeni një ofenzivë të hapur në fshatrat bosnjake, duke marrë një numër të madh votash për kandidatët që janë plotësisht të panjohur për bosnjakët. Kjo shkeli të drejtën e komunitetit tonë për të zgjedhur përfaqësuesit e vet. Madje veprimin e motrës së këshilltares së presidentes Donika Kadajt, Regjepi e quan edhe shkelje të kushtetutës. Kjo përfaqëson një shkelje të drejtpërdrejtë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të drejtën e komuniteteve jo shumicë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Jam i bindur në institucionet tona nuk do të lejojnë këtë, sepse vendosja e një gruaje shqiptare në një listë bosnjake është e njëjtë me vendosjen e një kandidati nga Beogradi në listën e listës serbe ose një kandidati nga Stambolli në listën e KDTP-s. Një gjë e tillë nuk është e pranueshme në asnjë vend demokratik. Televizioni ka kërkuar një qëndrim edhe nga vet Ena Kadaj, por kjo e fundit nuk ishte e qasshme. E proceset zgjedhore kërkojnë edhe shpenzime nga të gjithë kandidatët të cilët janë mësyen kuvendit të Kosovës. Kështu sipas një raporti të realizuar nga organizata D+, deputetët të cilët arrin faktikisht ligjvënësit të cilët kanë një ulse në kuvendin e Kosovës janë ata të cilët shpenzojnë më shumë. Synojnë të jenë pjesë e institucionit më të lartë legjislativ. Por për të marrë një karrige aty, kandidatëve për deputet kjo po ju kushton bajagi shumë. Kështu të paktën thonë të gjeturat e raportit Kostoja politikës në Kosovë e publikuar nga Demokrasi Plus dhe Westminster Foundation for Democracy. Mesatarja për kandidat është 9.463, do të rreth 10.000 euro mesatarisht shpenzon secili kandidat. Por të zgjedhurit mesatarisht kanë shpenzuar rreth 12.150, kurse të pa zgjedhurit mesatarisht 4.090 euro. Gratë kanë qenë shpenzuese më të mëdha se sa burrat në zgjedhje, po kjo nuk do të thotë që ato kanë më shumë parë, përkundrazi ato duhet të shpenzojnë 2 fish më shumë në mënyrë që të arrijnë që të promovohen dhe të njeh publiku dhe kështu të rrisin gjasat e tyre për ulëset të deputetëve. E kjo kosto po është më e vështirë e përballueshme për kandidatët gra sipas drejtorit për cilësi dhe inovacion në Westminster Foundation for Democracy. Për të bërë deputet është problem, aca dhe marrja vetë pozitës e deputetit. Kemi shikuar se sa shpenzime bëhen dhe sa presion ushtruhet. Dënim të bënim një fokus të gratë dhe rinia, dërsa studimet janë akumuluar në këtë projekt. Kemi parë disa kontekste shtetërore, shoqërore dhe ekonomike. Fushatat bëhen më të shtrejta, kandidatët mbështeten në financim personal, ndërsa gratë marrin nga të afërmit. Megjithatë, sa e përket përfaqësimit të grave ka një ecuri pozitive sipas kryetares së KQZ-s Valdete Doka. Sikur që e dini, gratë një kohë të gjatë
kanë fitu ulse në parlament duke ju falenderuar kvotës gjinore si një prej mekanizmave mbrojtës dhe mbështetës për gratë të cilat ja kanë mësyrë politikës dhe sidomos garës për ulse në parlament. Megjithatë, ka kohë që gratë kanë fituar ulse bazuar në votat të cilat i kanë fitu, e jo vetëm në kvotën gjinore. Por sa kanë pasur këto gra mbështetje tek subjektet respektive dhe sa ka qenë financimi i tyre i përkrahur në këtë rrugtim, është një çështje që mbetet për të diskutuar. Këto shpalos edhe mënyra se si partitë bëjnë rekrutimin e kandidatëve. Sa përket rekrutimit, në lëvizjen vendose, kandidatët do të na kanë thënë që është marrë parasysh aspekti gjeografik i përfaqësimit dhe ndikimi që këta persona kanë në zonat prej nga vinë. Tek PDK na është thënë që ka qenë kriter të mos kena këta akuza, të keni listë, paraqesin një listë të pasur dhe persona me integritet, të jenë profile publike dhe të profilizuara në fushat të caktuara. Te Lidha Demokratike e Kosovës na është thënë që ka qenë synimi të ruajnë votën konservatore të LDK-s dhe janë vendosur figura të aktivistëve të hershëm të partisë politike, profile profesionale, kandidatë që kanë pasur ose kishin krijuar lidhje me komunitetin e biznesit. Gjatë këtij prezantimi u theksua po ashtu se në rritjen e shpenzimeve të kandidatëve kanë ndikuar edhe fushata në rrjetet sociale. E një anketë realizuar me qytetarët nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor ka treguar se qytetarët nga Kosova janë mjaft optimist sa i përket integrimit evropian. Takimi po zhvillohet në kryeqendrën e Bashkimit Evropian, por pjesëmarrësit këto vijnë nga vendet që nuk janë pjesë e BE-s. Mysafirë të ardhur nga vendet e Ballkanit Perëndimor erdhën në kryeqytetin e Evropës për ta parë ku qëndrojnë vendet e tyre në barometrin për Ballkanin të vitit 2025. Papunësia, çmimet e larta, inflacioni, korrupsioni, jo stabiliteti politik janë temat e përbashkëta që shqetësojnë qytetarët e 6 vendeve të Ballkanit, ku bën pjesë edhe Kosova. Publikimin e raportit të Balkan Barometer 2025 të realizuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal e ndoqi nga afër edhe ambasadori i Kosovës në Bruksel Agran Bajrami. Kosovarët, por edhe qytetarët e 5 vendeve të rajonit i kanë dhënë mbështetjen më të lartë integrimit evropian. 64% e tyre janë pro integrimit, por vetëm 26% besojnë se kjo do të ndodhë në vitin 2030, kurse 17% besojnë se kurrë nuk do t'i bashkohen unionit. Aq pak ka shpresë në këto vende të Ballkanit ku bën pjesë edhe Kosova, saqë të rinjt 68% e tyre duan të largohen nga shtetet prej nga vinë. Por megjithatë tek të anketuarit, kosovarët duken se janë më optimist. Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj se është kryesisht pro-evropiane, me një diferencë shumë të lartë. Kryesisht bashkëpunim pro-rajonal, shumë i përkushtuar ndaj të gjitha aspektet të bashkëpunimit rajonal që bie nën ombrellën e OSCE-së. Kosovarët po ashtu kanë besim më të madh tek institucionet, nëse krahasimi bëhet me vendet tjera të rajonit. Pra, në përgjithësi, mendoj se është pozitive, dhe kur bëhet fjalë për sigurinë dhe besimin e qeveri, është gjithashtu do të thoja ndjesim më i lartë se në pjesën tjetër të rajonit. Barometri i Ballkanit është një anketë vjetore e opinionit publik dhe biznesit në 6 ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Çdo vit për matjen e perceptimit përfshihen 6.000 njerëz dhe 1.200 biznese nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina dhe Serbia. E mëgjërësisht rreth gjetjeve të kësaj ankete të realizuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, do të njoftohemi për këto detaje përmes një lidhje direkte që do të realizojmë me kolegun tim Arsim Lanin. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje Ardit për ty dhe për shikuesit e sonte të televizionit të Stadit të emisionit spontan. A mund na tregosh se cilat janë këto gjetjet e barometrit për Ballkanin për vitin 2025? Po, patjetër, pra sot është bërë publik pikërisht ky orientimi që ka bërë Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, i cili ka marrë për bazë anketimin e qytetarëve nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor, të përfshirë të Kosova. Dhe realisht rezultatet janë ato që janë pritur, duke qenë se qytetarët jo vetëm Kosovës, por edhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor aspirojnë integrimin evropian dhe një ndër pyetjet që është bërë në këtë anketë është pikërisht kjo, nëse ata
e përkrojnë këtë ide dhe shumica madje të vjetë në këtë Olimpimin që është bërë, pra ka qenë një numër rekord, një cifër rekorde, por qytetarët e Ballkanit Perëndimor, të vendit të Ballkanit Perëndimor kanë deklaruar se janë pro integrimit evropian, duke pasur parasysh edhe lëvizjet që janë bërë pra në Arsim me gjas kemi disa telashe teknike të cilat besoj që në momentin që do t'i rregullojmë, do të kemi mundësi që të dëgjojmë sërish rreth këtyre gjetjeve, sigurisht gjëra të cilat ndodhin në transmetime direkte veçmas në rrethana të tilla. Ishim në lidhje direkte me Arsimin, i cili na tregoi detaje rreth gjetjeve të barometrit për Ballkanin 2025, ku veç të tjera shutha se përmes anketës së realizuar me qytetarët nga Kosova, ka një interesim mjaft të madh, faktikisht janë pro integrimit evropian, mirë po 1% e tyre janë pesimist sa i përket asaj se nëse do të ketë hapa pozitiv drejt këtij procesi deri në vitin 2030. Po atje edhe të dhëna të tjera të cilat besoj se do të kemi mundësi t'i kuptojmë përmes lidhjes direkte me Arsimin nëse kemi tani në linjë. Vazhdojmë këtë emision me informacionet të tjera deri në momentin që do ta kemi sërish këtë lidhje direkte dhe flasim për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i cili nuk po bëhet rahat sa i përket antarëve të tij, ku sot ka pasur pakënaqësi për prezencën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Agron Çalajt. Mbledhjen e 280 nisën me pakënaqësi për prezencën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Agron Çalajt. Kjo dhe pasi antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Veton Shabani, kishte kërkuar që ai të mos merrte pjesë. E letrën e tij e lexoi kryesuesi KPK-s Ardian Hajdaraj. Siç e theksova dhe në mbledhjen e 1 dhjetorit, prokurori Agron Çalaj nuk është dashur marrë pjesë në takim, nga se neni 15 paragrafi 2 i ligjit 06/05/7 përcakton qartë efektin suspenziv të vendimit. Por ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit Agron Çalaj pati një përgjigje për këtë ankesë. Dhe ushtrimi i mandatit tim nuk kushtëzohet në asnjë procedurë ankimore. Pjesëmarrja ime në këtë mbledhje është rrjedhoj e drejt për drejt e dispozitave ligjore dhe e vlefshmërisë së vendimit të Këshillit. Diskutimet vazhduan derisa kaluan në pikën e 6 të rendit të ditës. Sërish Veton Shabani kërkoi themelimin e një komisioni ad hoc për antarin Gashi. Por po ju kërkoj me qëllim të ruajtjes këto det sistemit prokurorial, që vetë jo siç e keni paraqit ta tërheqni atë. Dhe ajo pikë mos trajtohet fare. Kryesuesi Hajdaraj tha se kjo kërkesë nuk tërhiqet pasi ka qenë obliguar të paraqes, por ky qëndrim ndryshoi pas një pauze. Vlerësuar në pajtim me këtë moment, konsideroj se kjo kërkesë veç tash është e pasafashme dhe e tërheq nga rendi ditës. Pas këtyre diskutimeve, mbledhja e Këshillit Prokurorial të Kosovës vazhdoi pa praninë e mediave dhe me dyert të mbyllura në pikën për rekrutimin e prokurorëve. I rikthehemi edhe një herë lidhjes direkte me kolegun tim Arsim Lanin. Arsim, nëse po më dëgjon, tani është linja për ty. Po, Adit, edhe një herë faleminderit. Besoj që bashkëpunim ka eksponuar detajet nga raporti që është publikuar sot në Bruxelles, mirë po me që ndërprim këtë lidhje do të vazhdojmë tash nga qesi kryesori i Bruxellit, pra është Grand Palace, një qes që ka një histori të jashtëzakonshme dhe pak më herët gjatë përgatitjes për të bërë përgjigje direkte, sapo shfaq në këtë pjesën këtu, është shfaq babadimri përpara një numri të madh të qytetarëve të mbledhur këtu në sheshin kryesor të Bruxellit, pra është një qes që është daton që nga vitin 1600 e ca vite, pra që është dëtuar dhe sigurisht i tillë mbetet edhe tash me një bukurie të jashtëzakonshme që ka marrë ky shef për shkak edhe të aprimit të festave të fundvitit, pra një bukurie jashtëzakonshme që ka ndodhur këtu, sigurisht bukurie njofton edhe numrin e madh të qytetarëve të cilët janë mbledhur këtu në kryeqendrën e Evropës në Bruxelles, atje ku kemi qëndruar sot jo vetëm ne, por edhe një numër i madh i gazetarëve të Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnjës dhe Serbisë, që ka marrë pjesë në prezantimin e këtij barometrit, pra një prezantim që flet për perceptimin e opinionit publik që vjen nga këto vende, për nga është bërë edhe ky
folim tem. Ajo që duhet ta përmend në këtë lidhje direkte ka të bëjë me përshëtimin që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës në raport me besimin që kanë te Bashkimi Evropian, pra të cilët realisht besojnë shumë se integrimi dhe pra është më shumë nëse nuk gaboj 68% e qytetarëve pra besojnë te integrimi evropian, ndonë që në numër i madh i tyre besojnë që kjo nuk do ndodhë fort, kurse një numër tjetër thonë që kjo të fakte nuk do ndodhë as deri në vitin 2030. Por sido që tjetë orientimi i qytetarëve të Kosovës sikurse edhe qytetarëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor është te Bashkimi Evropian. Ajo se çfarë duhet të përmend në këtë lidhje është pas fakti që tregon për një disponencë dhe një opinion që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës edhe në raport me institucionet e Republikës së Kosovës. Do se Kosova nuk ka pra institucione pas 2010, pra qytetarët e Republikës së Kosovës kanë besim te institucionet e Kosovës. Vullnetimi i barometrit pra i përmbledh të dhënat nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, mirë po janë ato nuanca të cilat e bëjnë dallim. Për shembull Kosova dhe Shqipëria në këtë rast janë treguar më optimist në raport me temat të cilat janë përmend. Por ajo që i ka bashkuar të gjitha vendet e rajonit tonë është një fenomen që nuk është vetëm në Kosovë, por në vende tjera. Pra, është krimi, është korrupsioni, është mos funksionimi të çdo institucioneve të shtetit, e po ashtu ngritja e çmimeve, inflacioni dhe çka tjetër. Po ne vendet të ndara mirë pa që na bashkon fatkeqësisht janë këto dukuri negative të cilat unë i përmenda pak më parë. Arsim, të falenderoj për këtë paraqitje direkte dhe për të gjitha informacionet që solën si nga barometri, po ashtu edhe nga atmosfera në Bruksel, atje siç duket ka mjaft vizitor në këtë fundvit. Do të lidh pak me këtë pamje sepse janë në pamje më gjatë se diçka që do të më përmend fal. A ditë lutem, për shkak se sipas barometrit pra përfshirë të dhënat që vinin nga vendet e rajonit tonë, pra vendet e Ballkanit Perëndimor, e kemi pasur raste që në midis Brukselit kemi ngrënë libra, domethënë ushqime tradicionale të Kosovës, sikurse edhe byrek, mirë po edhe ushqime të tjera tradicionale që vijnë nga vende të tjera, që nga Shqipëria, pak a shumë ushqime të kemi njëta me Shqipërinë, mirë po Mali, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë e Hercegovinës. Sido që tjetë po ju lëmë pamje nga Brukseli dhe sigurisht po ju përshëndes. Faleminderit edhe një herë Arsim. Realizojmë këtë lidhje direkte bashkë me kolegun tem Arsim Lani, i cili ndodhet në Bruksel, ndërsa tani vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për deklarimin e Jovan Vicentijević, dhe të cilit është ngritur një akt akuz para disa ditësh sa i përket sulmit në Iber Lepens. Ai në deklarimin e tij para prokurorisë speciale ka thënë se Milan Radojčić, pra krye terroristi serb, kishte planifikuar edhe një sulm terrorist në Kosovë, mirë po e kishte ndaluar atë për shkak të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 24 shtator 2023 organizoi sulmin terrorist më të rënd ndaj Kosovës së pavarur. Ndonë se publikisht mori përgjegjësinë për vrasjen e policit kosovar, serbi Milan Radojčić nuk u arrestua dhe vazhdoi të jetë i lirë në Serbi. Vetëm një vit e 2 muaj më vonë, në nëntor të 2024-s, serb të lidhur me të realizua një tjetër sulm, kësaj radhe ndaj infrastrukturës kritike të shtetit. Por para se kjo të ndodhë, në tetor të vitit të kaluar, ishte planifikuar një tjetër akt agresioni ndaj Republikës së Kosovës nga i kërkuari prej Interpolit. Mirë po Radojčić e stopoi atë duke pritur që Donald Trump të zgjidhet president në SBA, tha para organeve të rendit, i akuzuari për sulm në Iber Lepens, Jovan Vicentijević. I pandehuri Jovan Vicentijević ka theksuar se në muajin tetor të vitit 2024 ka qenë i planifikuar një sulm në Republikën e Kosovës. Nuk ka cekur diçka më shumë, por ishte stopuar nga i kërkuar me letë arrestimi ndërkombëtar Milan Radojčić, me arsyetimin se duhet të presim derisa të përfundojnë zgjedhjet në Amerikë dhe kandidati për president të SBA-s Donald Trump të fitojë. Siç thuhet në rrëfimin e Vicentijevićit, Radojčić madje financoi fushatën e Trumpit me $30 milion. Pasi që sipas informatave që ka i pandehuri Vicentijević, Milan Radojčić ka financuar fushatën e Trump të lobit serb me $30 milion. Vicentijević ka puhuar gjithashtu se një ditë para sulmit të armatosur në Bojnsk, ai ndodhej në një bazë ushtarake në Serbi, ku sipas tij ishte duke u trajnuar grupi i Radojčićit. E po në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, dyshohet se dy shtete sirian kanë pësuar lëndime të rënda nga një raje e cila dyshohet se është shkaktuar nga disa serb. Në seancë po vjen me pak vonesë.
I dëmtuari Hasan Hussein Gunakan erdhi që t'i thot fjalët përfundimtare në gjyqin ku po cilësohet si dëmtuar. Përmes avokatit të tij mbrojtës Leutrem Syla, këta po e fajsojnë të akuzuarin, ish shefin e AKI-s Driton Gashi për dëbimin e tij dhe 5 shtetasve tjerë turq nga Kosova. Me qëllim që 6 shtetasve turq Gjatë kalimit ilegal të kufirit me Serbisë dhe Kosovës, 2 shtetas sirian u zunë befasisht. Jo nga policia kufitare e Kosovës e as nga pjesëtarët e KFOR-it, por nga një grup persona që dyshohet se ishin serb. Njëri 40 vjeçar e tjetri 27 dyshohet se u ranë me pas u goditën me SPAD e thik e në fund edhe u plaçketën. Të dyshuarit u larguan në drejtim të territorit të Serbisë e viktimat në atë gjendje ecën në drejtim të Kosovës. 40 vjeçari përfundoi në oborrin e një shtëpie në fshatin Koshoticë të Leposaviqit e policia u lajmërua nga 2 banore pas e pan me plagë e të gjakosur në tërë trupin. Ndërsa 27 vjeçari u gjen nga një njësi të policisë së Kosovës gjatë patrullimit në këtë fshat. Na kanë njoftuar shtetore vonë që të kanë thonë se është një person i lënduar, ne si të shkuar banxhor dhe kanë lyp ndihmën, ka shkuar ndihmë e parë, ka marrë, ne kanë dërguar në spital ku i ka të marrin me kështu, ndërkaq djeg ka marrit me marrë vonë të rrezullon lëndu, timet janë të punuar në këtë rast. Të lënduarit fillimisht u dërguan në qendrat mjekësore në pjesën veriore të vendit, e më pas me përcjellje të policisë u transferuan në spitalin rajonal të Mitrovicës së Jugut. Dje para mëngjesit të rreth orës 4:40 ka është cilë pacient nga ana e Mitrovicës së Veriut, Muhamet Ali, i cili ka pas disa flakë sipërfaqësore, ku është trajtuar ka marrë ndihmën e parë në emergjencë, pastaj është pranuar në repartin e kirurgjisë, ku vazhdon trajtimin e mazotjeshëm. Rreth 9 orë më vonë në spital u pranua dhe siriani tjetër 27 vjeçar, i cili kishte plagë më të rënda. Rreth orës 13:35 ka tjetri pacient, i njëjti sillet me anë të autoambulancës nga ana veriore, ku pas ekzaminimeve të para në emergjencë dhe plagëve të cilat ka pas në pjesën e krahut është transportuar për në ÇG Prishtinë në kirurgji vaskulare. Nga spitali rajonal në Mitrovicë të Jugut thotë se gjendja 40 vjeçarit është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. E një raje ka ndodhur edhe mes 4 punëtorëve në mesën e studentëve sot paradite. Arsyet mbeten të panjohura, madje edhe për drejtorin e mesës. Orarin e nesën si zakonisht, por shkuan as 2 orë brenda hapësirës ku i shërbejnë studentët punëtorët e patën një mosmarrveshje. Vesh sumorën andaj këtu përdor dhuna fizike. Për shkak të një mosmarrveshjeje verbale mes disa punonjësve të menzës së studentëve, të njëjtit janë përleshur fizikisht. 3 nga ta janë arrestuar, ndërsa njëri është nevojitur tretmani mjekësor. Siç merr vesh të shtatë 4 prej këtyre punëtorëve kanë pasur mosmarrveshje edhe më herët. Pas intervenimit nga policia e Kosovës, punonjësit në pikë B i është dhënë ndihmë mjekësore në emergjencën e ÇK-s. Nga këta të fundit vën detaje për të shtatë. Ai është sjell për trajtim se ka pasur një lëndim, një goditje në fytyrë ku pas një CT-s që është bërë, është vërejtur se ka pas një frakturë. Nga emergjenca kemi dërguar në kirurgji maksifaciale dhe pas trajtimit u lirua. Zëdhënësi policisë për Prishtinën nis plana përmes një përgjigje me shkrim konfirmoi arrestimin e 3 punëtorëve. Sot rreth orës 9:30 është pranuar informata për një rraje në progres në rrugën Agem Armadani në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe ka shoqëruar 3 persona të cilët ishin të përfshirë në rast. Të shtatë ka kontaktuar edhe me drejtorin e menzës, por i njëjti për arsye familjare nuk ka qenë në dieni për rastin. E tani është koha për bisedën në studio, ku si që paralajmërova edhe në hyrje të emisionit frontal, sot bashkë me ne është Liza Gashi, kandidate e lëvizjes vetëvendosje për deputete. Mirë se veni në frontal. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Graci. E fillojmë me reagimin e ambasadës gjermane, reagimi i cili nuk është i vetmi në nivel të ambasadave, sa i përket mos certifikimit të listës serbe dhe kandidatëve të këtij subjekti politik. Si shihni këto reagime të cilat po vijnë nga ambasadat e ndryshme në Kosovë, ku mes të tjera është kanë pasur edhe kritika direkte ndaj lëvizjes vetëvendosje? Lëvizja vetëvendosje ka një qëndrim konstant sa i përket listës serbe. Ne kemi edhe në një palë zgjedhje paraprake, kemi mjaftueshëm
fakte dhe argumente pse lista serbe nuk duhet të certifikohet. Prandaj besojmë që kjo listë nuk duhet të certifikohet. Reagimet e shteteve prezente këtu në Kosovë, që kanë ambasada dhe konsulata këtu, janë reagime, qëndrimet e tyre zyrtare, ka shi një procesit i cili është brenda Kosovës, mirë po këtë e vendosim ne brenda Kosovës dhe normalisht që për neve faktet janë të mjaftueshme pse lista serbe nuk duhet të certifikohet. Fatkeqësisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vendosje ka vetëm 2 vota, siç e dini ju, aty janë 11 antar, prandaj pyetja që duhet shtruhet ka shi këtij debati është pse partitë tjera opozitare nuk reagojnë ka shi vendimit të tyre. Nëse dojnë me na informu, a janë për certifikim apo janë kundër certifikimit, sepse abstenimi nuk mjafton. Mirë po shumë normale që shtetet që janë prezente këtu në Kosovë me përfaqësim, ti kenë reagimet e tyre për perspektivës tyre. Ne besojmë që ka mjaftueshëm informacion, po ka mjaftueshëm edhe fakte në teren, që lista serbe, si partije e cila është e dirigjuar prej Beogradit, nuk është subjekt i cili i ndihmon pluralizmit politik në Republikën e Kosovës, duke marrë parasysh që ish nënkryetari i listës serbe, Milan Radojčići, dhe ka pranu faktin që e ka udhëheq një agresion kundër Republikës Kosovës. Ju e dini që ajo është sot në arrati. Në fakt, Republika Kosovës kërkon ekstradimin e zotit Radojčić që të jetë këtu për të ballafaquar me drejtsinë e Republikën e Kosovës. Po ashtu, lista serbe me qasjen dhe me format e shantazhimit ka shi komunitetit sërb në Kosovë, me një mënyrë e ka mbyt pluralizmin politik në kuadër të komunitetit sërb në Kosovë. Shtoj këtu faktin e angazhimit e një numër të madh pjesëtarëve të listës serbe në sulmin e Banjskës, por edhe në sulmet të tjera cilat janë kënë kërshi Republikës tonë. Prandaj me besojmë që kënë mjaftueshëm argumente pse lista serbe nuk duhet certifikohet edhe pse komunitetit sërb këtu në Kosovë i duhet një pluralizm i cili përfaqëson komunitetin sërb në Kosovë, përfaqëson interesat e tyre. Republika Kosovës është republikë multietnike, sovrane, me territor të vetin, që është i pranuar nga këto shtete cilat kanë marrëdhënie diplomatike me Republikën e Kosovës, janë aleate të Republikës Kosovës. Ne normalisht që si Republikë e Kosovës, si qeveri e vendit, mirëpresim komentet, reagimet ose sugjerimet, mirë po vendimet për Republikën e Kosovës edhe për qytetarët e Republikës Kosovës duhet i marrim ne. Si megjithatë lista serbe është certifikuar, ndërka që në anën tjetër, sidomos kur i referohem me reagimet e ambasadës Amerikës, aty është thënë se po dëmtohet edhe rikthimi dialogut strategjik. A konsideroni se përmes një qasje të tillë lëvizja vetëvendosje është duke dëmtuar raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk mendoj që ne jemi duke dëmtuar raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo secili ndo shtet në Evropë. Unë fola për qëndrimin e lëvizjeve vetëvendosje. Unë e di që lista serbe mund të vazhdoj tutje, sepse edhe si ka qenë në zgjedhjet e kaluara, ne kemi qenë kundër listës serbe, po aty duhet një shumicë që nuk vendoset neve, pastaj shkon te organi përgjegjësës PZP-ja, e cila kthen mbrapa vendimin. Mirë po, ky është qëndrimi jon zyrtar si lëvizje vetëvendosje dhe është qëndrim i cili është konsistent, sepse nuk besojmë që lista serbe duhet të jetë pjesë e këtij rrugtimi përderisa lista serbe nuk reformohet me një parti e cila e respekton institucionet e Kosovës, i respekton vullnetin e qytetarëve brenda Republikës Kosovës dhe respekton komunitetin serb. Është shumë e rëndësishme që sot komunitetet jo shumicë të ndihen të mirëpritur, po edhe të ndihen të vlerësuar brenda institucioneve të Republikës Kosovës për punën dhe angazhimin që kanë. Për këtë arsye kushtetuta jon, ligjet cilat janë në funksion, po të gjitha këto i vendosin bazat e ndërveprimit që kemi me komunitetet jo shumicë. Prandaj edhe sot në Kuvendin e Republikës Kosovës kemi pikërisht vendet rezervuar për komunitetin jo shumicë dhe 10 vendet garantuar për komunitetin serb. Mi po shumë e rëndësishme që ato 10 vendet të garantuara për komunitetin serb të përfaqësohen njerëzit që e përfaqësojnë komunitetin serb dhe të ketë një pluralitet politik brenda komunitetit serb. Në këtë drejtim, a mund të definoni reagimin jo vetëm të ambasadës SHBA-s, mirë po dhe të ambasadave të tjera? A janë reagime të gabuara kërshi qasjes ndaj listës serbe? Unë nuk mund të jap cilësime mbi reagimet e ambasadave respektive. Unë thash, ne i respektojmë qëndrimet dhe vendimet e tyre, si cili shtet merr vendimet e veta. Ne si Republikë e Kosovës, si lëvizje vetëvendosje, kemi një qëndrim, sepse kemi një listë të argumenteve pse besojmë që kjo listë nuk është në interes të komunitetit sërb në Kosovë,
po edhe të shtetit Kosovës. Për të pas prioritet në kuadrë të këtij shëndërtimi, ne duhet ta pranojmë që kemi një Kosovë multietnike, cilën ne e bëjmë me gjitha format e angazhimit. Përbes nuk është problemi vetëm nëse je serb ose jo. Problemi është nëse je i direxhuar pini shtetit i cili ka tentativë për agresion, po dhe cili përpos që nuk të nje, vazhdimisht tenton të pengoj procesin e ndërkombëtarizimit, ndërtimin e Kosovës me gjitha format e mundshme përmes mekanizmave kontrolluese si është lista serbe këtë rast. Në anën tjetër e kemi një vendim të gjykatës supreme e cila ka refuzuar se të pabazuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje sa i përket votimit jashtë hapësirave diplomatike, duke thënë se kjo e mbron integritetin e votës. Pse e vlerësoni këtë vendim të gjykatës supreme? Fillimisht më duhet të them që unë gëzohem shumë që në Republikën e Kosovës sot mërgata nuk është vetëm temë sa i përket remitencës financiare, po është temë sa i përket aktivizimit dhe angazhimit politik, social dhe ekonomik. Ndër vite, ky grup i madh i bashkëdhetarëve, po edhe pjesë e Republikës tonë integrale, ka kontribu në luftën çlirimtare të Kosovës, ka kontribu në shtetë ndërtim dhe kontribon sot në Kosovën e lirë për të avancu angazhimin social, po mbi gjitha për të ndërtu ura lidhëse mes Kosovës dhe mërgatës. Dyta është që unë gëzohem që më në fund, në bazë të Kushtetutës Republikës Kosovës, e cila e garanton të drejtën e votimit dhe të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhje për çdo qytetar të Republikës Kosovës, brenda dhe jashtë vendit, është tashmë i finalizuar në të gjitha ligjet. Ligji për zgjedhjet e garanton pjesëmarrjen e mërgatës në zgjedhje përmes ambasadave, konsulatave, përmes votimit me postë dhe përmes votimit me postë këtu në Republikën e Kosovës. A janë këto format të mjaftueshme, pse do të ishte e nevojshme edhe votimi jashtë hapësirave diplomatike? Ne besojmë, tani doja dilja tek këtu, ne besojmë që në formën Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, normalisht që nuk është institucioni implementues i zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur ka një palë zgjedhje brapa, bën një plan implementues sa i përket zgjedhjeve. Edhe në këtë drejtim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i din shumë mirë mësimet që janë nxjerrë në disa palë zgjedhje. Ne tani jemi në një vit i cili ka qenë vit zgjedhor. Kemi pas 4 palë zgjedhje. Edhe në këtë rast, Komisioni Zgjedhor e din shumë mirë që format edhe mënyrat edhe afatet cilat janë të parapame për votën e mërgatës me një mënyrë direkte e mohojnë votimin e mërgatës. Si ka mundësi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve refuzon të implementojë ose të pranoj hapësirat alternative. Ne kemi numër të madh bashkëdhetarëve në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Shtetet Bashkuara edhe në vendet nordike. Nëse ka një numër të madh të bashkëdhetarëve, sepse nuk mundesh ta kufizosh votimin fizik. Është e vërtetë që misionet diplomatike dhe konsullore, hapësirat, nuk i kanë të gjitha adekuate sa i përket votimit fizik. Prandaj është shumë e natyrshme që ne gjejmë hapësira alternative, por në momentin që Ambasada e Republikës Kosovës e merr një hapësirë alternative, duhet ta dini shumë mirë që ne respektojmë ligjet e vendeve pritëse. Nuk është Kosova vendi i parë që po e shpik një alternativë të tillë. Realisht ka shumë shtete si Rumania, Moldavia, shumë të tjera, cilat e kanë praktikuar. Kjo është një praktikë ndërkombëtare, cilat edhe shtetet e tjera e provojnë. Duhet marrë parasysh që ne, si Republikë Kosovës, kemi zgjedhje çdo 4 vjet. Ne nuk marrim hapësira të misioneve diplomatike të mëdha duke i kalkuluar edhe zgjedhjet. Normalisht ne misionet diplomatike i kemi në ato hapësira, disa janë më të kufizuara sa i përket hapësirave fizike, e disa janë më të mëdha. Kështu që ka qenë shumë legjitime tu e marrë parasysh që ne po flasim për votim fizik. Edhe përderisa Ambasada e Republikës Kosovës e merr një objekt me qira, ajo do të jetë nën petkun e Ambasadës Republikës Kosovës. Pa ka rëndësi, a është mrena ambasadës, a është në hallin e ambasadës, apo është në një objekt përcjellës. Mirë, po sipas vendimit të gjykatës supreme më thuhet se këtë punë ruhet integriteti i votës. Më duhet të theksoj këtu që po ashtu mrena Kosovës ekziston një praktikë e tillë. Ju e dini shumë mirë që votimi mobil, që votimi në shtëpia ekziston. Si ka mundësi që ne mohojmë të drejtën e mërgjimtarëve, të cilët dojnë me shku fizikisht me votu në ambasada konsulata. Këtu më duhet pashtu me shtu faktin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e di shumë mirë që në zgjedhjet e fundit, tani që po flasim, ka ende bashkëdhetarë që pranojnë flet votimet e ballotazhit të zgjedhjeve lokale. Imagjino,
si ka mundësi që flet votime të mbrijnë në kohë të bashkëtetarët në aspektin e votimit me post nëse afatet, si që pash në një mbledhje të KQZ-s, diskutimi është që dërgesa e zarfeve nga Kosova do të nisen me 21 dhjetor. Më thuajt lutëm si ka mundësi që afati i votimit nga jashtë hapet me 12 dhjetor, mirë po, zarfi nga Kosova dërgohet me 21 dhjetor. Do të po plasim për 9 ditë që nuk janë, nëse afati është me 12 dhjetor, KQZ-a do duhet t'ja dërgonte shumë herët flet votimin bashkëdhetarit në mënyrë që me kohën shumë të kufizuar në këto zgjedhje të jashtëzakonshme, për cilat ne nuk kemi pas vullnet shkojmë tutje, po ka ardhur koha deri te ky pikë ku opozita vendosi që ta çojë vendin në zgjedhje. Prandaj jemi këtu ku jemi, po këtë nuk ja kanë bërë bashkëdhetarët. Këtë në fakt opozita duhet ta tregojë që përmes votimit kundër ose abstenimit po e mohon drejtën e votës mërgjimtarit për kundër faktit që krekoset se gjoja se është e interesuar me integru mërgjimtarin brenda institucionet të Republikës Kosovës. E drejta e votës, nëse shohim Komisionin e Venedikut, e thot shumë të qartë një lexim se është një nga format se çysh mund ta mbajmë mërgatën të lidhur me vendin. Ne si lëvizjeve të vendosje, dhe si qeveri e Republikës Kosovës, këtë mandat kemi punu në shumë programe dhe kemi ndërtu shumë mekanizma në mënyrë që të lidhim mërgjimtarin me vendin sa më shumë, po dhe fëmijët e tyre, sepse kjo është në interes të Republikës Kosovës, në interes të atë dhe jotë. Në këto rrethana si e shihni vendimin e Gjykatës Supreme? Unë nuk e kam lexuar në detaje vendimin e Gjykatës Supreme. Tani, ne si lëvizjeve të vendosje kemi afruar faktet e mjaftueshme sa i përket bazës ligjore. Po ja mendoj, fillimisht, ka bu një lexim shumë të ngurtë të bazës ligjore, sepse baza ligjore në asnjë moment të vetëm nuk thot që nuk lejohet jashtë misioneve diplomatike. E me ligj, gjithë juristët e dinë që çka nuk lejohet është e mundur. Prandaj si ka mundësi që ka kaq shumë armat të njerëzve cilët mundohen ta mohojnë një drejt e cila është e drejt bazike e qytetarit që jeton jashtë vendit. Ne nuk po flasim për çdo person që voton jashtë vendit, ne po flasim për shtetasit e Republikës Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Kjo është e definuar me ligj. Personi që ka shtetësi të Republikës Kosovës, po që jeton në Austri, duhet të ketë mundësinë të votojë. Nëse KQZ-ja në këtë rast nuk ja ofron mekanizmin, në fakt po ja mohon pjesëmarrjen mërgjimtarit e kjo është de facto mohimi pjesëmarrjes tyre në një proces demokratik. Dhe unë mendoj që një pjesë e madhe e bashkëdhetarëve me të cilët kam bisedu, e cilët janë shumë të revoltuar për këtë arsye, para është që procesi i regjistrimit është shumë burokratik, e dyta është në kuadër të procesit të regjistrimit një pjesë e madhe e kohës ka pas probleme teknike në platformën e KQZ-s. Ju e dini shumë mirë që mbi afër 2 ditëve ka pas problem me kyçje në platformë, kështu që këtu janë këtë pengesa të cilat janë shfaq dhe tani kjo pengesë e radhës, kjo vetëm është një formë e paraqitjes së vullnetit real politik të partive opozitare mbi mërgatën. Nëse realisht janë të interesuar ta inkuadrojnë mërgatën, është shumë mirë që të punojnë në mënyrë që kjo e drejtë e votës për bashkëdhetarët mos mohohet. Po, në mesin e reagimeve që i keni pasur kundrejt ish opozitarëve, ka qenë e pash në rrjetin tuaj social Facebook ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke thënë se ata po provojnë ta pengojnë pjesëmarrjen e mërgatës në këto zgjedhje të cilat po mbahen. Pse konsideroni se për LDK nuk është e përshtatshme që të merr pjesë mërgata në votim në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Më duhet ta them që ne kemi po ashtu një rast në gjykatë sa i përket manipulimit të votimit përmes postës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për cilën kemi prezantuar një mal me fakte tek gjykata për cilën nuk kemi një vendim. Këto më duhet ta them. Po pyetja që unë duhet shtroj është si ka mundësi që Lidhja Demokratike e Kosovës në një palë zgjedhje të na del me konstatime se ne do të kemi 40.000 votues nga diaspora, e në zgjedhjet e radhës mos ta ketë atë vullnet. Pyetja këtu për mua është LDK-ja duhet na informoj si ka ndodhur kjo. Dyta është si ka mundësi që LDK-ja ta ketë një kandidat për deputet në ato palë zgjedhje ku e dishin sakt se sa vota kanë marrë, e në këto palë zgjedhje të cilat vullneti i mërgatës është jashtëzakonshëm për faktin që çdo mërgjimtar e din,
për punën edhe angazhimin që qeveria e Republikës Kosovës ka bërë këto 4 vite. E din shumë mirë çastin që ne kemi pasur ka shqytyre. Pra konsideroni se LDP-ja nuk do të merrte aq shumë përkrahje nga mërgjimtarët, kësaj unë dua dalë për te simbolikës. Nëse LDK voton kundër votimit fizik alternativ përmes ambasadave konsulatave, cila është përgjigja, sepse mu në fakt më tregon me vepra se ku po qëndron në pozicionin politik. Për te simbolikës, nëse mërgata është e rëndësishme për lidhjen demokratike të Kosovës, për dhe partit tjera opozitare, atëherë ata duhet na tregojnë me vepra duke votu për votimin fizik, sepse nuk ka asnjë bazë ligjore që e ndalon këtë çështje. Detyra e një demokracisë solide siç është Republika e Kosovës, edhe në detyra e një komisioni qendror zgjedhjeve, nuk duhet mendohet nga ajo se kush do të fitojë pikë këtij grupacioni shoqëror, por duhet mendoj si unë përbes nëse kisha qenë personi përgjegjës për mërgatën brenda KQZ-s, isha kon shumë siklet, nuk do të muja të flia, tu e marr parasysh që me shumë me një formë po e mohoj të drejtën e njerëzve të cilë me shumë vullnet kanë dëshirë të japin verdiktin e tyne edhe të marrin pjesë në këtë demokraci. Unë do të isha shumë siklet nëse do të isha një parti politike brenda Kosovës, e cila sot thotë mërgata shumë e rëndësishme, po të njëjtën kohë përmes mekanizmave tenton ta bllokojë mërgatën. Kështu që këtu është evidente, unë e kuptoj frikën e tyne, e kuptoj shumë mirë sepse mërgata ndër vite ka qenë një nga motorët e kësaj shoqënie, po edhe në aspektin politik ka bërë ndryshimet reale brenda Republikës Kosovës. Kështu që nëse ata kanë frikë për votës mërgjimtarit, ata duhet ballafaqohen me veten, jo duke munduar ta penalizojnë mërgjimtarin i cili ndër vite i ka kontribuar Republikës Kosovës. Është e pafalshme kjo çështje, po mbi të gjitha është jo serioze për ka prezentimi i programit që ne duam t'ju inkuadrojmë, por realisht duam t'ja mohojmë drejtën, sepse kjo është, ata e dinë shumë mirë, gjithë persona që përfaqësojnë partitë politike në Komisionin Qendror Zgjedhjeve e dinë sakt që këto afate janë të paarritshme. Prandaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me votimin kundër alternative në ambasada dhe konsulata me një mënyrë e ka mohu mundësinë që edhe ata njerëz që votojnë, janë regjistruar të votojnë me postë, po e shohin që procesi me postë mund dështoj, sepse këto afate janë të paarritshme, kur flasim në pjesën praktike, mund të them. Duhet mendojnë për forma, sepse ata kanë përgjegjësi që ta garantojnë pjesëmarrjen. Për postë që të garantojnë pjesëmarrjen, detyra e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është ashtu të edukojë votuesin për procesin. Domethënë është shqetësuese kjo çështje, shumë e njëanshme, edhe kjo frikë e paprecedente opozitës kërshi votës mërgatës. Qëndrojmë tek zgjedhjet e 28 dhjetorit, mirë po flasim për listat e kandidatëve, përkatësisht për disa dhëna mjaft interesante më duken mua sot, të cilat i ndau organizata D+, të cilët treguan pak a shumë se sa shpenzojnë deputetët, e në mesin e shpenzimeve ishin gratë ato të cilat duhet të shpenzojnë më shumë për fushat në mënyrë që ajo të jetë efikase. A mund të tregoni edhe ju në cilësinë e një gruaje që jeni në listën e kandidatëve për deputet, sa është sfiduese për gratë dhe sa duhen, a qëndron kjo që nevojiten më shumë shpenzime në mënyrë që fushata të jetë efikase. Pasi që sipas këtyre gjetjeve, ata të cilët rezultojnë të suksesshëm apo që shpenzojnë më shumë bëhen deputet. Nuk mendoj që është ashtu. Në fakt, unë gëzojmë se kam qenë pjesë e kësaj mostre të organizatës D+, që ka bërë një analizë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe mezi po pres të lexojnë detaje rezultatet e kësaj analize. Po, për gratë është shumë e vështirë pjesëmarrja në jetën publike për faktin që sot ato atakohen në mënyrë të paprecedent. Është jashtëzakonshme mënyrën qysh disa fjalë caktuar grave nxjerrën pi kontekstit, është jashtëzakonshme hapësira minimale që u jipet grave në emisione, po edhe në ballafaqime. Është shumë e dominuar skena publike nga burrat, mund të them, po edhe nga backgroundi, cilat nga zonat ku gratë vinë,
dallojnë shumë. Nuk po flasim vetëm për qendrën në Prishtinë, po flasim edhe për zona tjera ku gratë janë më pak në lista se burrat. Nëse shihni partitë cilat garojnë këto palëzgjedhje, Vetëvendosja është partia e parë për përfshirjen e grave. Unë gëzohem shumë që i takoj një partie politike e cila pozicionin e gruas nuk e sheh vetëm në aspektin e balancimit të listës, por realisht edhe cilësisë. Shiko këtu, po thuaj se çdo e dyta, treta është gruë në këtë listë. Do doja që e njëjta të jetë edhe në listat e partive opozitare. Sa i përket shpenzimeve, kjo varet edhe prej backgroundit të personave të cilët janë këtu, po unë nuk sot me mediat sociale edhe me të tubimet e takimet, paktën prej organizatës nga unë vi lëvizjes Vetëvendosje, ne kemi disa shtabe të cilat janë të jashtëzakonshëm, një frymë të madhe të aktivizmit, e cila është e paprecedent, ku ndihmojmë e solidarizohemi me njëri tjetrin, ndërtojmë ura komunikimi, tani që kemi edhe sekretariatin për grua. Ky sekretariat në këto vitet ekzistencës ka ndihmuar që gratë reja dalin sipërfaqe, edhe këtu në listën tonë. Do të thotë edhe pa pas nevojë për shumë shpenzime, ka hapësira që gratë ta bëjnë një fushat dinjitoze në mënyrë që ta sigurojnë një ulje në kuvendin e Kosovës. Ka hapësira, po edhe kjo varet edhe prej strukturave brenda partisë. Unë po flas për Vetëvendosjen. Unë gëzohem shumë që kemi një balancë të mirë, kemi gra nga gjitha trevat, kemi gra nga gjitha fushat, prej, si me thonë, politologës, deri te këngëtarja, deri te artistja, deri te mjekja, do të thonë janë gjitha profesionet, dhe gratë kanë qenë motor i lëvizjes Vetëvendosje në gjitha palëzgjedhjet sa i përket angazhimit, edhe angazhimit shoqëror, po edhe promovimit të vlerave që i përfaqëson Vetëvendosja për barazi, drejtësi, një shoqëni e cila mendon për gjithë. Unë sot në fakt isha në një takim me gratë gjatë mëngjesit në një punëtori me disa gra kandidate nga komunitetet jo shumicë për nda përvojën, për diskutuar dhe për sfidat, sepse ndallon nga cili background shoqëror vjen, nëse je grua e një komuniteti jo shumicë, edhe terrenin e ki më të çdirë për të bërë fushat, po edhe paragjykimet janë shumë më të mëdha. Kështu që unë mendoj që në këtë drejtim, përkundër që kemi bërë progres si Republikë e Kosovës, më duhet ta them e ta pranoj, kemi ende sfida sa i përket qasjes së grave në vendimarrje, në aspektin e përfaqësimit, sepse burrat ndonjëherë në partitë politike mund dominojnë më shumë se sa gratë. Kur jemi te gratë, kemi deputeten e legjislaturës së fundit të lëvizjes Vetëvendosje, Adriana Matoshe, e cila ka pasur një përplasje në disans me Sami Lushtakun e Partisë Demokratike të Kosovës, si rrjedhoi ka pasur edhe një reagim të këtij të fundit, dhe që edhe ju e keni shpërndar në Facebook një reagim rreth kësaj çështje. Si shihni krejt këto zhvillime? Përveç gjuha shpjegon shumë për individin. Unë këtu duhet ta ndali, që ajo është një përfaqësim i personit në fjalë, mirë po unë gëzohem që në partinë ku jam ka gra aq të guximshme si zoja Adriana Matoshi, e cila përmes artit edhe përmes angazhimit pa shoq e bën dallimin mes çka do me thonë me qenë e guximshme, me qenë pjesë e shperës politike, e kur e fola më herët për sulmet, janë pikërisht këto sulme, cila ndoshta i pengojnë disa gra në rajone të caktuara të mendojnë të hyjnë politik. Po kjo gjuhë duhet dënohet fuqishëm, jo vetëm nga lëvizja Vetëvendosje, po edhe nga gratë e partisë së zotnisë në fjalë ose partive tjera. Ajo qasje tregon shumë për zotnin, po në asnjë moment nuk do të jetë pengesë për gratë e Vetëvendosjes. Unë mendoj që gratë tona kanë dëshmuar që dinë edhe dojnë me bo mirë, po dhe të njëjtën kohë nuk lodhen shumë për mendimet të individëve të cilët nuk përfaqësojnë vlerë. E qartë, mirë po kur flasim tek çështja e gjuhës, si e vlerësoni këtë postim të zonjës Matoshe, e cila në një koment për gazetari Liri Mehmeta i ka thënë që bolli nati po më vjen, ai me pa zanin ma të hollë se unë edhe durt ma të vogla. A konsideroni se dhe kjo gjuhë është e papërshtatshme në këtë luftën për të drejta të barabarta? Konsideroj që kjo është padrejësi e jetës, ashtu që ka thënë Adriana. Po se e vlerësoni, a mendoni se gjuha e tillë kur e komenton zërin duart e dikujt është e papërshtatshme, me qenë se ishit mjaft e qartë sa i përket asaj që e kundërshtua gjuhën e zotrit Lushtaku. A mendoni se edhe komentimi i tipareve të zërit duarve është i papërshtatshëm këtë rast? Unë nuk po shoh diçka këtu që Adriana ka në kontekst në formën qysh zotnia
tjetër, që nuk duhet ja përmendem, se nuk duhet ta faktorizoj pa nevojë, sepse është i parëndësishëm këtë muhabet. Njëjtë si gazetarin fjalë, nuk kemi nevojë të japim epitete. Mendoj që duhet të mbajmë një gjuhë maturume, po është një numër i madh i burrave që marrin guximin ditë natë të etiketojnë gratë, veç pse guxojnë, pse janë të çastme dhe pse dinë më ku ndryshe. Mendoj që Zoja Matoshi e reflekton atë personalitetin e të qenurit ndryshe, si artiste, si aktore, e mendoj që duhet vlerësohet pikpamjes se çka jo afron në shumë llojshmërinë e profesioneve që kemi. Nuk është në rregull mos të respektohen individ për backgroundin që e bin, po edhe perspektivën që e ndajnë. Për sot një tjetër në fjalë për cilin po ju referohemi, ka deklarata të panumërta që janë prezente sot në skenën publike, që unë nuk jam dakord me to, po pikërisht për këtë gazetarin e fjalë ka një numër të madh të ofendimeve që i lëshon kashitjeve. Po sigurisht nuk duhet të ofendojnë të gjithë nëse ofendon pala tjetër. Edhe në këtë rast veç po du me sqaru nëse e kundërshtoni edhe një gjuhë të tillë, për shkak që nuk po e diskutoj atë pjesën e deklaratave të cilat i diskutuan paraprakisht, mirë po edhe ideja e komentimit të tipareve të cilat janë jashtë kontrollit të njerëzve sigurisht që nuk është pozitive. Përbes, nëse një individ vazhdimisht e përdor një gjuhë të urrejtjes, mendoj që pak ja ka bo Adriana për çështjen që kanë. Kështu që edhe njerëzit që janë në studio televizime duhet marrin përgjegjësi mbi fjalën që japin. Nuk mundesh të jesh në studio televizive të bosh gjithëllog dhe të tentosh ta etiketosh çdo person vetëm se vjen nga një grupacion politik, vetëm se ka disa qëndrime. Mund edhe mos pajtohen me ne. Kjo është këtë në rregull. Po debati duhet jetë i maturuar edhe mbi gjitha korrekt, sepse është e pafalshme çësia, gjuha dhe mënyra qysh një pjesë e spektrit mediatik në analizë reflekton kashi grave specifike, po reflekton edhe çësjen e tyne kashi grave në politikë bërje. E kjo është pengesë e madhe, sepse nëse dojmë një demokraci e cila është gjithëpërfshirëse, një demokraci e cila respekton gratë, një demokraci që në fakt populli po i voton, si ka mundësi që akter televiziv në për studio televizive din të bëjnë një analizë vazhdueshme. Unë gjej pengesat pafundme që analistat prezentojnë kashi grave, por kur vjen të burrat, jem pak maturum me fjalorin kashi disa burrave, se ndoshta ende për disa funksionon këtë gjuha e fortë. Mirë, po unë mendoj që ne duhet lëvizim tutje, edhe mos kemi frikë nga këto cilësime që na bojnë personat, por realisht gjejmë formën për të adresu sfidat që i kemi në teren. Këtu në studion tuaj, po ashtu, unë kam qenë jo në frontal. Ishim duke dashur ta diskutojmë pikërisht këtë deklarat, nëse mund ta sqaroni se çka keni nënkuptuar edhe veç mas duke u bazuar në rrethonat në cilat jetojnë kosovarët sot, marr parasysh vlerën e inflacionit në Kosovë, çmimet e konsumit. Pikërisht kur deklaratat nxirren jashtë kontekstit edhe tentojnë me një mënyrë ta bëjmë bombastike ose virale, unë e kuptoj këtë botën e klikimeve. Është shumë normale. Edhe ndonjë element i caktuar, pa e pas kontekstin, mund të ketë efekt mediatik 24 orësh. Po është i pafalshëm sepse në disa raste mund t'i dëmtoj njerëzit ose personalitetet sepse është nxjerr pi kontekstit, sikur dëgjuesit dhe shikuesit ta analizojnë deklaratën. Duhet të them që mënyrën qysh unë kam debatu edhe kam prezentu është shumë e thjeshtë. Është evidente që në Republikën e Kosovës janë rritur pagat, është rritur çarkullimi biznesor. Janë rritur fitimet e dividendave, janë rritur edhe të hyrat nga interesi në depozita. Këto janë evidente. Nëse shohim raportin mes vitit 2024 i Agjencionit të Statistikave të Republikës Kosovës, ka 43% rritje të pagave në sektorin privat. Nëse shohim në sektorin publik, flasim për 37% rritje në sektorin publik. Nëse shohim për kashuma, po flasim për rritje nga 626 milion euro në buxhetin e vendit, në 917 milion në vend. Po ashtu unë këtë deklarat, unë kam diskutu, kam bo edhe krahasim, po përpos që kam bo krahasim, kam bisedu sa i përket pjesës prodhimit vendor bruto dhe rritjes. Ku ne kemi arë në qeveri, ka qenë 7.9 miliard në vitin 2021, sot është mbi 10.3 miliard euro buxheti i vendit në këtë rast. Kështu që këtu unë kam shpjegu edhe qarkullimin i cili është bë, po edhe
shpërndarja e buxhetit. Kjo qeveri është qeveria e parë në Republikën e Kosovës, e cila ka rishpërndar 1.3 miliard euro përmes masave të ndryshme në gjitha sektoret. Tu fillu me shtesat për lehona, shtesat për nana për fëmijë, mbështetja për studentët, do thonë jam gjitha kategorisë shoqënore që janë prek, rritjen e pensioneve. Unë do doja që kjo të ishte një politikë e cila vazhdon të rritet, po me rritjen e GDP-s do të rritet normalisht edhe jetesa në Republikën e Kosovës. Mirë, po këto janë shifra cilat flasin, janë shumë evidente. Duke ju referuar këtyre të dhënave, që kemi një progres ekonomik, është shumë evidente që kemi një qeveri e cila kur më parë nuk ka nda më shumë jete tek qytetari. Në kalumën kemi pas pak për disa. Sot kemi pak, shumë për disa, ndërsa sot kemi më pak po për shumicën, për gjithë. Nuk mundeme të mendojmë vetëm për interesin e grupeve biznisore dhe klanore, për familjarët e politikanëve dhe për njerëz që kanë afër. Ne kemi mendu për çdo kategori shoqërore. Nëse referohemi kësaj deklaratës që po e thoni, përmirësoni nëse jam në gabim, po ju citoj. Fakt është që qytetari i Kosovës kur më shumë pare s'ka pas. Sot qytetari i Kosovës ka pare më shumë se që ka pas para 10 viteve. Është shumë fakt kjo. Kështu është citati siç jeni deklaruar atë ditë. Ndërkaq ju referuat dhënave të ASK-s. Sipas raportit të ASK-s, inflacioni vjetor ka arritur në 5.3%, ndërsa i mujor është 0.4%. Jo, vetëm po ja u them këto dhëna për t'ju pyetur nëse konsideroni ju se qytetarët në Kosovë sot është ngritur mirëqenia e qytetarëve në Kosovë duke ju referuar 10 viteve të fundit. Meqense keni thënë se kanë më shumë para se më herë. Statistikat që ju referova janë gjitha statistika faktike të institucioneve të Republikës Kosovës. Nëse ka dikush që nuk do t'ju besoj këtyre statistikave, është në rregull, por nëse flasim se mund në politikë bërje na duhet të kemi një evidencë. Kur flasim për një fenomen, për një proces, duhet kemi këto fakte. Këto janë fakte reale në teren. Normalisht që unë nuk e mohoj inflacionin, rritja e çmimeve të konsumit për shkak që edhe unë po ju referuam dhënave të ASK-s dhe sipas dhënave të ASK-s çmimet e konsumit janë rritur për 5.1% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Për shembull kemi produkte bazike të cilat ju është ngritur çmimi dhe vetëm po ju pyes nëse konsideroni që në këto rrethana ndonse qytetarët mund të kenë paga më të larta, e konsideroni që me këtë inflacion me këto rrethana a kanë mirëqenie më të lartë. Unë thash në 3 vite qeverisje kemi bërë shpërndarje në 1.3 miliard euro të gjitha kategoritë. Është evidente që në të kalumën nuk ka pas shtesa për lehona. Me këtë qeveri kemi. Kjo është evidente që mbi 100.000 gra për herë të parë kanë hap konto bankare si rezultat i shtesave për fëmijë. Kjo është realiteti. Normalisht që ka shumë hapësirë që ne të punojmë, të vazhdojmë këto reforma të mira, cilat janë në interes të çdo qytetari të Republikës Kosovës. Unë fola për statistika. Deklaratën cilën ju i referoni, edhe kontekstin në cilin është bë virale, është shumë e rëndësishme sepse sot titulli e determinon botë kuptimin në këtë jetesën dinamike në cilin po jetojmë, i ki 30 sekonda për ta përçuar mesazhin. Edhe mendoj që këtu është shumë e rëndësishme që mos shtrembrohen fjalët, edhe mos shtrembrohet konteksti, sepse nuk mundesh vetëm me marrë një fjalë pi kontekstit e mos më ju referu statistikave të cilat i kemi. Unë këtë diskutim po ashtu kam biseduar edhe për çështje tjera të cilat ndërlidhen me progresin ekonomik e shoqëror. Nuk e tham vetëm unë këtë, e thot çdo indeks ndërkombëtar. Është evidente që në këto 5 vite qeverisje ne kemi pas një mesatare 6% rritjes, po është evidente që asnjëherë nuk kemi rënë nën 4%, që i bjen një rezultat jashtëzakonshëm për Republikën e Kosovës, marrë parasysh një numër me sfidat cilat i kemi pas. Kemi pas pandemin, kemi pas kriza globale e rajonale, kemi pas luftë, zinxhiri, si më thonë furnizues ka qenë i pengum, kështu që ka pas shumë sfida. Imagjinoni në Republika Kosovës vitin 2018 ka pas rritje mesatare 3.4 për kundër faktit që në atë kohë nuk kemi pas pandemi, nuk kemi pas konflikte, nuk kemi pas ndonjë problem evident që e pengon rritjen e një ekonomie. Në rastin ton, ne jemi model për vendet e rajonit, edhe për kontinentin e Evropës. Jemi vendi përpos që kemi një rritje ekonomike e cila nuk ka ra asnjëherë nën 4%,
Ne po ashtu kemi borxhin publik më të ulët në vend, në kontinentin e Evropës. Çka do të thotë kjo? Ku ti ke borxhin publik patjetër. Ku ke borxhin më të ulët publik, ki edhe levërdin të ardhmen që të mirësh kredi dhe hua, cilat janë me normat interesit shumë me benefite për ne si vend. Kështu që në këtë drejtim, këto janë ku unë të shëndroj. Edhe do doja shumë që në këtë spektrin mediatik, deklaratat cilat i japim, na jepet hapësirë me i komentu, po edhe me u shpjegu, sepse nuk mund nxjerrim pi kontekstit. Është e pafalshme nxjerrim deklarata pi kontekstit dhe t'i referojmë, po është në rregull. E kuptoj që është bombastike, është mediale. Besoj që sot e patëm këtë hapësirë për me sqaruar. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit frontal. Shumë faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, me bisedën në studio ne po e përfundojmë emisionin për sot. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.